këto mobilizimet apo thirrjet, unë do thosha që bëhen në shtetet të europiane, Gjermani, në shtetet nordike, në vendet nordike, për sigurim të 3 apo 5 ditë ushqimeve në shtëpi, në rast të emergjencash. Ato faktikisht kanë përfshirë dhe emergjenca tjera, ku janë tërmete zjarre, po lufta është kryefjala. A ndihmojnë, sepse këto kanë përshtypjen që ushqejnë një psikoz frike. A ndihmojnë këto situatën, apo është e vërtet, a mund të ketë luftë realisht, ku diun? Çik pyetje çik prej frike më vjen. Deklarata për pajisjen e 450 milion shtetëve të Bashkimit Evropian me kutin e ndihmës shpejt apo të mbijetesës, siç e quajmë ne në gjuhën ushtarake 72 orëshe, është një budallik për arsye se asnjë nga pajisjet e mbijetesës nuk është se ndihmon në gjë për mbijetesën ose për të mbijetuarin kur jenë në sulme të shkallës, pra kur jenë në sulme ushtarake. Ato janë të domosdoshme në rast se ti fillon ke organizimin e Izraelit, i cili të gjithë strukturën e ndërtesave, apo strukturën e lagjeve, apo strukturën e gjithë këtyre agjensive, institucioneve e ka me dhoma të blinduara, të nëndeshme, të cilat janë të afta për t'i mbjetu raketave të mesme ose të kalibrave të vegjël, por pajisja me çanta mbijetese për zjarrin, për dezjen e zjarrit, për pastrimin e ujit, për të hëngër 40 orë, nuk besoj se arrin ndonjë objektiv të caktuar.